Profesor Martini, mund të themi se përfundoi kriza Vllaznisë? Përfundoi kriza. E rëndësishme është që morëm me 3 pikë. Bëm edhe lojë mirë, pothuajse 90% 80% lojës bëm lojë shumë mirë, po atë me raste ju kthyme pak a shumë asaj Vllaznisë javë të para që kemi luajtur mirë, që kemi dominuar kundërshtarin. Pa çka se sot pësum 2 gola që janë gola friket, janë gola që do në me fitu nesër me çdo kusht, hym panik, pësojmë për qëndrim disa gola që duhet i zgjidhim dhe mos ta vëmë këtë ciklet që e vum nesër sot, sepse realisht djem meritunin me fitu ma qetësit këtë nesër. Profesor, ju shqetëson kjo frikë, kjo panik që Vllaznia kishte sidomos pas rezultatit 2-0? Po normalisht nuk duhet me nol, po thash janë momente që ata që kanë luajtur futboll e dinë se çfarë do të thonë me përjetu këtë krizë që kalum ne, kështu që nuk i vë faj absolutisht futbollistave, po duhet të riparojmë, duhet të rrisim gjendën fizike tek lojtarët tash që na kanë munguar më tepër, kështu që them që do kthehena shpejt tek Vllaznia, edhe shpresoj të kthehena tek Vllaznia që kena bë fazën e parë. Ju gëzon ndalesa e Elbasanit sot, profesor? Mu më gëzon forma mirë e ekipit që ka laj sot, pa çka thash se e fut me në siklet neshin, sepse unë e di se çfarë forcët kanë këta djem, edhe e di se çka kanë mundësi me bë, normalisht edhe fati s'ka kanë me ta, kështu që kjo është ajo që më gëzon më tepër, mandej ndaleset e njerëzve apo tjetrës, normalisht që vinë për mirë, por kampionati është i gjatë, ne duhet shohim vetëm rrugën tonë, mos shohim çfarë bëjnë ekipet e tjera, sepse është shumë shpejt për me pa çfarë bën njëri apo tjetri. Me çfarë Nuk mendoj sepse nuk mendoj pavarësisht që rritja ka fillu, do kisha qejf që të kishte vazhduar sepse kur fillon serinë e fitoreve normalisht edhe gjendja e entuziazmin në mënyrën e të luajtunit që bëm sot, nep shpresë që me kanë për çdo ditë më mirë, kështu që nuk e çujt vetin të favorizuar, megjithatë kohë për me rekuperu, kohë për me kariku baterit, kohë për me ardhur fizikisht edhe të dëmtimit që kena pas, largohen përfundimisht. Çfarë u pa sot ishte edhe një tip ndryshimi në rrjedhime në skema? Po ishte 2 herë. Çfarë është kërkuar në fakt edhe më herët nga opinioni sportiv. Mendoni se do t'i ne jemi në, domethënë, jemi në përshtatje të ekipit. Nuk është trajneri që bën skemen, trajneri ndërton një ekip për skemen se si më e bë, po kur ne kemi Murajtën dhe Bismarckun të dëmtuar, gjë që 3-5-2-shin na e bën mas me kanë efikas, kështu që u detyruam me sulmu pak më tepër, u detyruam të jena një lojë ndryshe sot, megjithatë nuk ka se s'mundën mu përdor të dyja ose të trija, sepse ne kemi përdorur edhe 3-4-3 shumë herë, kështu që janë skema në varësi të ekipit, kontingjentit, dëmtimeve. Kjo fitore në fund të vitit, një frymarrje për ekipin për të rikthyer në janar. Më vjen mirë për djem që i fitunin këtë neshit, shijojnë disa ditë pushime sepse s'kan shumë. Dhe të kthena me besimin e plot, sepse Kreu është aty, jemi në luftë për Kreun, kështu që deri ditën e fundit kjo fitore na vën pak në qetësi, sepse me thënë drejtën, po kaloi një periudhë që ishte e vështirë si me u menaxhu, megjithatë nuk ka ndiku kur qatë unë dhe të djemë, sepse na kemi një raport trajner lojtar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që me qetësi kemi arrit deri këtu, them që me qetësi do njitën edhe monet. Profesor, çfarë përfundoni Martini për 26? Besoj e tretë e katërt e egër shumë egër ju pret. Unë rrallë për uroj tanë qytetin e Shkodrës, qytetarët e Shkodrës, gëzuar Krishtinit, gëzuar vitin e ri. Marsi i shoha për tonë familjet e tyne. Mandej për djemë të uroj që të vinë formën që ishin më përpara, mos të kena dëmtime. Dhe mandej objektivat tona dihen, ne kemi hyrë këtë kampionat për me sulmu Kreun, do të tentojmë me sulmu, do të tentojmë deri në ditë fundit. Kështu që them, është edhe çështje e fatit, sepse kundër fatit nuk mundet të më bëj kërkush. Shpresojmë mos kem dëmtime dhe jam i bindur që këta djem kanë me bëj prapë njëjtën lojë që kanë bërë më përpara. Edhe diçka profesor për pjesën e dëmtimeve, Kristian Dros në fakt më shumë ka qëndruar në tribunë se sa fush. Çfarë dëmtimi ka, nëse mund ta dim, dhe do të jetë gati për vitin e ardhshëm? Unë besoj që po, do të jetë, është një lojtar që na ka me na ndihmu.
besoj që me fillimin nga mesi muajit janar do të jetë i gatshëm të bashkohet me ekipin. Kështu që është një lojtar mjaft i mirë që ka më ndihmu shumë sepse kampionati është shumë i gjatë. Po e detyruar disa herë të ndryshoni skema, se tani tash pak më parë detyruar të ndryshoni skema edhe për shkaqe të ndërtimeve ose të realizimeve me kartonat, por rikthimi ose ky pushim dhe rikthimi i lojtarëve të ftuar, sa siguri jep sepse që të paguhet tani milion, paguhet me lojtarë të promocionit të bazë, nuk keni më detyruar për pjesën e lojtarëve të rinj, sepse dhe Stoli ka disa lojtarë, por jo si do thuash sepse janë lojtarë të akademisë. A u jep siguri kthimi i lojtarëve nga dëmtimet? Lojtarët akademisë, domethënë lojtarët akademisë janë Kubazi, Oara dhe Tafili që janë të tre lojtarë që kanë më ndihmuar shumë vllaznin shumë shpejt. Por pjesa tjetër e Stolit janë lojtarë me eksperiencë, janë lojtarë që kanë kampionate me shpinë. Aja që duhet me bën këtë momente është që pushimet jenë shumë të pakta, lojtarët jenë të fokusuar tek stërvitja, sepse tash është edhe një moment që gjithë janë pak periudha festave që ekuilibron pak stërvitin, do mundohen janë maksimum u stërvit, dhe kështu që mendoj që kur të fillojnë kupa dhe kampionatit jena gati si me Stolin ashtu edhe me formacionin. Profesor, e fundit, do të ndërhyjë Vllaznia në merkaton e janarit? Sigur çdo kush prej këtyre lojtarëve që kanë të ishte në rregull, nuk do mendoja fare me ndërhyjë sepse ekipi është i kompletuar në gjitha anë. Edhe nëse do ketë në një blemje cilësore, do ta marrim sepse thash mundet me na ndihmu gjithkush në këto momente.